Për të komentuar dinamikat e Big Brother VIP, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mili. Klevis, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, çfarë ka ndodhur këtë javë në Big Brother? Guri pothuajse të njëjtat situata kemi, përderisa Rogerti vazhdon të qëndron në shtëpi, është nëse normale që gjakat të nxehen çdo ditë edhe më shumë. Në disa fragmente debati që ka pasur Rogerti Selin, Mateo, kemi pas shumë debate të ashpra dhe shumë fjalor të një banor që nuk i përshtatet dhe kam thënë plot herë tek këtë formatit. Janë drejtuar disa pyetje kundrejt Rogerti kundrejt Selinit, sa i përket marrëdhënies seksuale, në sa dje mund të ketë shkuar ajo, pothuajse pastaj duke bërë rolin e gazetarit gjithmonë si gazetar, ka shpreh ai që kam të drejtën të bëj çfarë do bëj pyetje tua unë dhe mund të shkruaj Mateon ta të përse drejti se me sa mesh ka shku dhe motra jote. Ditë them në Guri që kjo gjë unë jam vetë jam vlla i 3 motrave dhe kur e kam dëgjuar këtë mua më ka rënduar shumë si person kjo pyetje që bëhet në syrin e publikut. Dhe dua ta përgëzoj Mateon për qëndrimin që mbajti kundrejt tij, gjithashtu edhe Selinin që është treguar tamam burrnesh për një gocë 28 vjeçare që ajo është. Më kanë pëlqyer shumë qëndrimit që ka mbajtur dy banor kundrejt atij. Unë shpresoj që produksioni të marrë një masë kundrejt Rogertit sot edhe të jetë koherent me çfarë po ndodh momentalisht në të shtëpi. Unë Guri kam dëgjuar shumë gjona gjatë javës tani, kemi dëgjuar plot sa shëtene të sa i përket qëndrimit të Rogertit, sa i përket Mirit, me marrëdhënien me Selinën, paka shumë jemi informuar se çfarë të ndodhi gjatë prajmit sot. Unë di të them që disa fjalë që kanë ardhur në veshin tim është që sponsorat e Big Brotherit kanë kërkuar që Rogerti duhet të largohet nga shtëpia. Kjo na lën të kuptojmë se në aq sa mund të kuptojnë është që mbase sponsorat nuk kanë atë arritje në fitimeve që ta kërkojnë dhe reklamimin që ata kanë kërkuar për Big Brother si s'ka pas në vitet më përpara dhe mund të quhet një dështim për ata si vjet. Edhe kjo mund të jetë pothuajse një lajmërim që është bërë produksioni kundrejt sponsorëve, por të them është diçka që ne kemi dëgjuar, nuk është asgjë konkrete dhe nuk i dihet nëse këto janë reale apo jo, por me aq burime sa unë kam marrë, janë disa opsione që janë kjo. Një tjetër gjë që ne kemi dëgjuar është që Miri është futur në dhomën e rrëfimit, ku aty i ka shprehur tashmë ndjenjat që ai ket për Selinin. Dim që Miri është hyrë dhe është shprehur totalisht që ai ka një pëlqim kundrejt Selinit dhe është diçka që mbetet për të parë, nëse se kjo gjë do jetë shfaqet sot si do bëjmë në pranin që pritet sot në mbajmë. Mbetet për të parë. Gjithashtu, gjatë javës, ka ardhur zarfi Barbuj, ku banorët janë pyetur se kush janë çiftet që duan të bëjnë martesën këtë javë. Brikena nuk ka pranuar që të bëjë as për Lonin atë. I vetmi çift që është momentalisht që ka pranuar për të bërë martesë kemi Gimbos dhe Selinin. Lërçomi se momentalisht është i vetmi çift që vërtet po shfaq ndjenja dhe dita ditës kanë atë afinitetin dhe më shumë pas dronit që i ka çuar i Adi Selinit, pothuajse ajo ka marrë një konfirmim nga familjarët e saj. Levisa, besoni se mund të ketë diçka me Selin dhe Gimbos? Unë nuk jam plot i bindur Guri. Unë mund të shoh Gimbon që mund të jetë i dashur me Selinin, por Selini nuk është se ma ka mbushur syrin plotësisht, sepse keq apo mirë, sado që s'na pëlqen Rogerti dhe ato që thotë Rogerti, por deri diku ka dhe pak të drejtë, se nuk mund të jem budallin kaq shumë banor pas largimit të tyre nga shtëpia, edhe të thonë foto njëjta gjëra, por atë çfarë shohim brenda që ne nuk e shohim dot prej kamerave. Nuk e di, duhet akoma kohë për ta kuptuar nëse Selini e ka vërtet me Gimbon apo thjesht e përdor për një lojë. Kjo mbetet për të parë se si do vijojë raporti që ka Selini me Mirin aktualisht. Mbetet për të parë prajmi sot, se prajmi sot do jetë shumë interesant sa i përket sërish Mirit Selini, e di që na ka lodhur shumë, personalisht unë jam lodhur shumë me këto diskutimet e prajmit Selini në çdo aspekt, në çdo situatë, por është vërtet interesante sepse gjatë javë
javë në javë kjo po zhvillohet kundrejtë më ndryshe. Na miq që bën armiq tani as vetë ata të dy nuk e din se si janë aktualisht. Por mbetet për të parë, por nuk e besoj se linë akoma Guri të funcë. Ndërkohë është folur dhe për një surprizë që mund të bëj gruaja e Mirit ditën e sotme. Po, është dëgjuar që sot mund të shfaqet gruaja e Mirit në studio duke surprizuar Mirin, por asgjë nuk është e sigurt akoma. Një surprizë që është e sigurt se kemi dhënë në promo e Big Brotherit është që Shëndriti, për arsye se ka ditë linje, sot do t'i jap një surprizë nga produksioni. Gjithashtu sot të shtoj Guri që kemi gjënë në promo që një banor ka kërkuar që të largohet nga shtëpia. Jam tepër i sigurt që ky banor është Alessio, sepse duket qartë pasi që nuk po gjendet veten e tij aty brenda, sado që është person shumë i dërgjeshëm për atë çfarë i shfaq në të shtëpi, por ti të them që Alessio nuk i përshtatet dot atyre banorëve aty. Edhe është banori 5 mos gaboj Guri që largohen, kërkon largimin prej shtëpisë. Kishim Stilin, që ishte i pari që na surprizoi, mëtej është larguar Ilir Venozi, po ishte dy personazhe shumë të fortë. Me skemat e tij është larguar edhe Kristi. Më fal, atëherë ky është i katërt e jo i pestë, se kemi gatuar pak, po besoj se do shkojë tek i pestë që do kërkoj largimin e tij në kalimin e kohës. Edhe mendoj se banori që ka kërkuar të largohet sot, por nuk e di në qoftë se do largohet plotësisht, por është Alessio. Si ke parë banorët e rinj që u futën në prajmin e kaluar? Janë interesant, Guri, janë shumë interesant. Të them të drejtën, nuk ja kam mësuar, nuk kam fiksuar emra të mirë, se ky Big Brother se vjet na ka surprizuar në të rame, sepse shumica prej atyre po thoj se as vipa nuk mund t'i quhesh, po nejse, mund të them që janë interesant, po janë banorë sa për trazuar pak ujërat aty dhe nuk besoj se kanë kohë zgjatën. Nuk të zgjasin shumë aty brenda. Janë pjesa për të shtuar numrin. Tash me dihet se kush janë një top 5, top 6 që do arrijë deri diku. Ata të tjerë thjesht janë zëvendësime. Ndërkohë ka pasur, po themi, edhe agravim të situatës në Big Brother. Besoni që mund të ketë ndonjë largim përveç Rogerti që fol dot ju, pra do ketë ndonjë skemë largimi apo mund të largohet me zartëzi? Mund të ketë një largim, po unë diçka më bëri përshtypje ti Guri, sepse pas prajmit tek shtunës është bërë një situatë po e cila nuk është bërë transparente te promo për prajmin sot. Është momenti ku Mali, pas provokimeve të tepërta te Rogerti, kanë hyrë të dy në tualet për disa sekonda. Dera është mbyllur, e kemi parë qartasi, por kjo gjë nuk është komentuar në anën e produksionit sa i përket të spoilerit, që na lëri djeni që kjo gjë do bëhet diskutim sot. Mendoj se këtu mund të jetë diçka që mund të komentohet dhe mund të dënohet dikush sot. Sa i përket kjo mund të jetë mundësia për të larguar Rogertin sot në një lloj mënyre. Por nuk e di se sa gati është produksioni për të marrë masa, sepse dum apo s'dum moti Guri, Rogerti është një banor që i duhet shtëpisë aty brenda. Është ai që hyri dhe ndezi pak zjarrat ato debatet, sado të ashpra që janë, se nuk i përshtaten televizionit shqiptar, por këta banor kanë me këta do lozin, me këta do merren, nuk kanë çfarë bën në anë produksion, se i dha faj deri diku, por në ana tjetër që të e shohim me një sy drejt ndryshe, duhet Rogerti në të shtëpi. Na pëlqen apo s'na pëlqen, theksoj prap, duhet shtëpisë. Levis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.